gojem. Ndërka që ke shumë shqiptarë të tjerë afër aty apo në zonën ku të jeton është raportuar realisht për një numër caktuar të shqiptarëve nga Shqipëria cilët kanë kërkuar të evakuohen nga Izraeli? Shqiptarët me të cilët unë jam në komunikim nuk janë turistët shqiptar, ato sigurisht që komunikimi bëhet përmes ambasadës, por ato me të cilët unë jam në komunikim janë shqiptarë të cilët kanë vite që qëndrojnë në Izrael dhe janë goxha të integruar, kështu që jemi në komunikim, edhe pak më përpara fola me disa shqiptarë në qytete të ndryshme, por si thash, jemi të mirë integruar. Dhe Klodeta, ndoshta me qenë se jemi drejt fundit të kësaj pjese, çka po raportojnë mediat izraelite atje? Pra, cilat janë informacionet që ju i posedoni nga mediat atje, sepse në një kohë të tillë shpesh herë propaganda dhe mundësia që të bëhet propagandë me secili informacion është shumë e madhe. Çka raportojnë në këtë kontekst mediat aktualisht në Izrael? Një prej raportimeve kryesore pra është që është e rëndësishme që të bëjmë dallimin midis strukturave terroriste dhe popujve, pra sepse dhe vetë personalisht kam miq iranian me të cilët komunikoj rregullisht prej studimeve në Gjermani dhe ata vetë bëjnë dallimin midis lajmeve, po themi, të drejtuara prej regjimit dhe lajmeve prej qytetarëve të zakonshëm. Dhe shumë e rëndësishme për të shmangur gjuhën e urrejtjes dhe pa për të shmangur retorikën agresive. Pra në përgjithësi lajmet që marrin këtu janë direkt të lidhur me masat e sigurisë. Dhe së fundmi është raportuar me atë sa dëgjuam. Tani është ky një mesazh që keni. Çka po thot Odeta? Mund të na tregon? Alarmi thotë që kemi një siren që vjen për pak minuta, pra kemi pak minuta kohë përgatitje, në këtë rast nuk është e përcaktuar se sa minuta. Atëherë lajmëron, jepet në 4 gjuhë të ndryshme, në hebraisht, në anglisht, në rusisht dhe në arabisht, pra gjuha arabe, ruse, hebraike dhe angleze. Që ju tashmë merrni menjëherë, momentin që merrni. Duhet niseni direkt? Po, atëherë neve duhet të ikim sa më shpejt në dhomat e sigurisë. Pra siç do ta shikonin të gjithë në këtë moment do dalim. A mund të na shoqërosh lutem me pak pamje nëse nuk është problem apo edhe mund të shkaktohet e lashë nga kjo? Nuk mund të tregoj për shkak sepse janë shumë persona dhe nuk Mirë, e qartë, e kuptojmë. Klodeta, të falenderojmë shumë, merr kohën tënde për të shkuar tek dhomat e sigurisë, uroj që të jeni mirë dhe të sigurt deri në një komunikim tjetër, sigurisht gjatë këtyre ditëve kur edhe do të flasim dhe uroj që deri në fund të këtij konflikti të jeni mirë. Klodeta, faleminderit shumë.